në këtë kallëzim penal është se një deputet i cili betohet në kuvend si deputet, ai apo ajo nuk mund të ushtroj detyrë tjetër ekzekutive, për shkak se kjo është e ndaluar me ligj. Nuk mundesh me shku para dite në seancë me u betu si deputet, me votu si deputet, dhe pastaj prej aty me vazhdu në qeveri dhe me ushtru detyra ekzekutive si ministër në detyrë, respektivisht ministër. Kjo shkelje flagrante e ligjit, kjo po ashtu është sankcionu edhe me një vendim tjetër të prokurorisë të gjykatës supreme, i cili vendim është po ashtu i elaboruar në kallëzimin tonë penal. Kopja e shtetit duhet ndalet. Abuzimi me funksion publik duhet ndalet.